يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Të dashur vëllezër, Allahu i lartësuar e dërgoi profetin e tij ndër të tjera dhe që të mësonte njerëzve edukatën, që t'i pastronte nga moralet e këqija. Allahu i lartësuar thotë në Kur'an: "Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إن كانوا من قبل لفي ضلال مبين." Allahu është ai i cili dërgoi të dërguarin e tij në mesin e analfabetëve, atyre që nuk dinin shkrim dhe lexim. Profeti sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i Allahut për arabët dhe për jo arabët, për gjithë njerëzit. Arabët ishin analfabet, shumica e tyre. Thot Allahu është ai i cili dërgoi të dërguarin e tij në mesin e analfabetëve. Yetlu alehim ayati, të këndonte atyre ajetet e Allahut, dhe t'i pastronte nga shirku dhe moralet e këqija, t'i pastronte nga shirku dhe moralet e këqija. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikma, dhe që të mësonte atyre librin dhe urtësinë. Do të thënë Kur'anin dhe sunetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, urtësia e sunetit. Wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin, edhe pse më përpara ata kanë qenë në humbje të qartë. Profeti sallallahu alaihi wasallam është dërguar me 3 detyra: të përcjellte njerëzve mesazhin, të pastronte nga shirku dhe moralet e këqija, të edukonte me edukatën islame, kjo është e dyta, dhe e treta të mësonte Kur'anin dhe sunetin. Atëherë profeti sallallahu alaihi wasallam është dërguar dhe që t'i edukojë njerëzit me rregullat e Islamit, të zbatojnë detyrat, të ruhen nga gjunahet dhe të pajisen me sjelljen dhe moralin e lartë të Islam. Morali i profetit tonë sallallahu alaihi wasallam ka qenë Kur'ani. Ka treguar nëna besimtarve Aisha radhiyallahu anha: "Kana khuluquhu al-Quran." Ka thënë morali i profetit sallallahu alaihi wasallam ishte Kur'ani. Pra ai zbatonte urdhrat e Kur'anit, largohej nga gjërat që i ndalon Allahu i lartësuar në Kur'an, kishte moralin e lartë për cilin flet Allahu i lartësuar në Kur'an. Profeti ynë sallallahu alaihi wasallam e edukoi brezin e parë që zbatonin rregullat e Kur'anit dhe të sunetit, largoheshin nga gjunahet dhe cilëshin me njerëzit me moral të lartë. Brezi sahabeve është brezi me edukat lartë dhe me moral të mirë. Ata i edukoi profeti ynë sallallahu alaihi wasallam. Kështu që profeti ynë sallallahu alaihi wasallam jo vetëm ju mësoi sahabëve dituri, por ju mësoi dhe edukatën atyre. Profeti sallallahu alaihi wasallam i edukoi që të respektonin normat e etikës islame. Prandaj dietarët i kanë dhënë shumë rëndësi edukatës kërkimit diturisë. E kanë nxitur kërkuesin e diturisë që të sillet me edukat, që të jetë i edukuar. Nëse një kërkues diturie nuk ka edukat, nëse një i ditur nuk ka edukat, atëherë nuk i bën dobi atij dituria dhe mundet që njerëzit mos përfitojnë prej tij. Partë e këtij ummeti mësonin edukatën ashtu siç mësonin diturinë. Një herë me nxënien e diturisë, ata mësonin dhe edukatën. Ka thënë Ibn Sirin, Muhammed ibn Sirin ka qenë i tabiin, i shiuar. Ka thënë: "Kanu yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-ilma." Të
Parët e ummetit, domethënë sahabët dhe tabiinët, mësonin edukatën, mësonin sjelljen ashtu siç mësonin diturinë. Kështu kishin moral të lartë, kishin komunikim të mirë me njerëzit, ishin të thjeshtë, ishin durimtar, ishin bujar, ishin zemërgjerë, ishin tolerant, ishin zahida, flisin mirë, nuk flisin keq, nuk nevrikoseshin, nuk e përçmonin tjetrin, respektonin normat e sjelljes, rregullat e dhënies së selamit, marrjes leje, rregullat e bashkëbisedimit, rregullat e udhëtimit. Për çështje ndryshme ka rregulla, ka norma. Kështu që të parët e këtij ummeti zbatonin diturinë, respektojnë rregullat. Prandaj kërkuesit e diturisë duhet që të kenë edukat, duhet të respektojnë rregullat. Ka thënë Ibn Shihab az-Zuhri, Allahu mëshiroft, inna hadha al-ilma adabullahi adaba bihi nabiyya. Kjo dituri është edukata e Allahut, edukata me cilën Allahu i lartësuar ka edukuar të dërguarin e tij. Dhe i dërguar e Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka edukuar ummetin e tij. Profeti sallallahu alaihi wasallam me diturinë edukoi ummetin e tij. Pra atëherë dituria është edukat. Dhe profeti ka edukuar ummetin, e ka mësuar ummetin. Profeti sallallahu alaihi wasallam nuk u dha njerëzve thjesht dituri, pa i mësuar që ta zbatonin diturinë, të respektonin rregullat, silleshin mirë. Pra ne duhet që të përpiqemi të respektojmë rregullat, sillen me edukat. Duhet mësohemi të jemi të tillë. Thot amanatullahi ila rasulih, addaha rasulullah kama uddiya ilay. Kjo dituri është amaneti i Allahut për tek i dërguar i tij. Dhe profeti e ka përcjell ashtu sikurse i erdhi nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Faman ta'allama al-ilma falyaj'alhu amamahu hujjatan bainahu wa bain Allah ta'ala. Kush merr dituri dhe ta vendos përpara si argument ndërmjet tij ndërmjet Allahut, për të zbatuar diturinë, të respektojë normat e diturisë. Ka thënë Ibrahim ibn Habib, qala li abi i'ti al-ulama wal-fuqaha fata'allam min 'ilmihim wa khudh min adabihim wa akhlaqihim wa hadyihim fa inna dhalika ahabbu ilayya min kathir min al-hadith. Më tha babai, shko këtë dietar dhe fuqahat, edhe mëso dituri për tyre, merr edukat, mëso për tyre si të sillesh me njerëzit, se kjo më pëlqen më shumë se sa të mësosh shumë hadithe. Pra ne të parët e këtij ummeti uleshin me xhliset e dietarëve, të hoxhallarëve, të mësuesve, jo vetëm për të ngjuar hadithe, jo për të marrë dituri, jo vetëm për të marrë dituri. Atëherë që uleshin për të marrë dituri, nuk diskutohet, po jo vetëm për kaq. Ata shikojnë dhe sjelljen e dietarit apo të hoxhës apo të mësuesit. Ata ndiqnin edhe shembullin e tij. Ata përfitonin nga edukata e tij. Prandaj duhet që të jemi të edukuar, duhet të jemi të sjellshëm, duhet të respektojmë normat. Çfarë mësojmë duhet ta zbatojmë. Për shembull edukata e ngrënit. I kemi mësuar disa rregulla. Po dhe rregullat e tjera të ngrënit duhet i mësojmë. Edhe kur konsumojmë ushqimin, duhet që të respektojmë këto rregulla. Edukata me xhlisit. Kur hyn me xhlis çfarë thua? Kur hyn me xhlisi çfarë thua? Po kur del nga mezhlisi, kur ndahesh nga njerëzit çfarë thua? Po ku ulesh? Ku ze vend? Ka disa rregulla që kanë të bëjnë me mezhlisin, nuk është vendi këtu për t'i përmendur hollësisht. Po sigurisht janë disa rregulla. Po të lexosh librat e etikës, normave, për shembull, edhe libri Riyadus Salihin që ne po shpjegojmë. Ka tema që flasin për etikën, për edukatën. Edukata e selamit, e marrjes leje, hyrjes në shtëpi, daljes nga shtëpia, edukata e udhëtimit, edukata e këndimit Kuranit. Edhe këndimi i Kuranit ka edukat. Janë disa rregulla. Prandaj vëllezër duhet që të interesohemi për këtë pjesë. Dituria është edukat, dhe duhet të përpiqemi ta zbatojmë. Nuk ka hajër nëse robi mëson, po nuk zbaton, nuk punon. Nuk tregon interesim që të respektojë normat. Prandaj ka thënë ky dietar, ka thënë birit vet, ka thënë shko ke dietar dhe merr edukat. Mëso si sillesh. Se kjo më pëlqen më shumë se sa të mësosh shumë hadithe. Se çfarë hajër ka nëse njeriu mëson sa xhuza Kur'anit përmendesh, mëson sa hadithe përmendesh, mëson sa çështje të fesë, po ai nuk ka takwa, nuk i zbaton detyrat, nuk ruhet nga gjunat. Ai nuk ka edukat, nuk respekton normat. S'ka përfituar gjë nga dituria ky njeri. Gjithashtu ka thënë Ibn al-Mubarak, Abdullah Mubarak, Allahu mëshiroft, që ka qenë një dietar të mëdhej selefit, ka thënë Mukhlid ibn al-Husayn,
نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. Ne kemi nevojë për më shumë edukat, ose ne kemi nevojë për shumë çështje të edukatës. Kemi nevojë për shumë çështje të edukatës më shumë se sa për shumë hadithe. Do të punojmë me diturinë, të sillemi mirë, të jemi të edukuar. Ka thënë një dietar, thot ilmun bila adab kenarin bila hatab. Dituria pa edukat është si zjarri pa dru. Nëse njëri ka marrë dituri, pas ka edukat, ai nuk ka çfarë t'u jap njerëz. Wa adabun bila ilm ka ruhin bila jasad. Nëse edukata pa dituri është si shpirti pa trup. Ka thënë Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala, qalet li ummi idhhab ila Rabi'a fata'allam min adabih qabla ilmih. Më tha nëna, shko tek Rabi'a. Rabi'a e qenë një nga fuqahat dietar të mëdhtë Medinës, një nga mësuesit e Imam Malik, Allahu i mëshiroft. Pra thot më tha nëna, shko tek Rabi'a dhe mësoj edukatën për ti, para diturisë, për edukatën. Kanë thënë për të parë të këtij ummeti, كان الرجل إذا تعلم العلم أو الحديث لم يلبث أن يرى ذلك في هديه ودله وسمته وعلى لسانه. Kur njeriu kërkon të diturinë, pa kaluar shumë kohë, vërejë në sjelljen e tij dituria, në të komunikuarit e tij, në bisedimin e tij, moralin e tij. Pra, dituria ndikonte, e ndryshonte sjelljen e tij. Bëhej njeri i edukuar, njeri i sjellshëm, i komunikueshëm. Ju kanë folur për sinqeritetin. Ju kanë folur gjithashtu dhe për punuarit me diturinë. Çka kemi mësuar ta zbatojmë. Ato që janë detyrë duhet t'i zbatojmë. Ato që janë gjunahe duhet largohemi prej tyre. Edukatën, normat e sjelljes duhet ta respektojmë. Kjo do të thotë punosh me dituri. Edhe për këtë çështje kam folur në mësimin më parshëm. Do të flas sonte për thjeshtësi, edhe për respektin që duhet kemi për dietarët, hoxhallarët dhe mësuesit. Thjeshtësia është një moral i rëndësishëm. Muslimani duhet të jetë i thjeshtë, duhet të sillet me thjeshtësi, të flasë me thjeshtësi, të ecë me thjeshtësi. Allahu lartësuar, duke urdhëruar profetin e tij në Kur'an, dhe në fakt kjo është urdhër për gjithë ummetin, thotë: "Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Tregohu i thjeshtë dhe i butë ndaj atyre besimtarëve që të ndoqën. Tregohu i thjeshtë me ta, tregohu i butë. Folu atyre me thjeshtësi, me mëshirë. Gjithashtu Allahu lartësuar thotë në Kur'an: "Wakhfid janahaka lil mu'minin." Tregohu i thjeshtë me besimtarët. Besimtarët janë thjeshtë me njëri tjetrin. Adillatin 'ala al-mu'minin, a'izzatin 'ala al-kafirin. Janë thjeshtë me njëri tjetrin, dhe të fortë, fuqishëm, dhe të ashpër kundër kafirave. Çu besimtarët janë thjeshtë me njëri tjetrin. Ne muslimanë me njëri tjetrin duhet të jemi të mëshirshëm, duhet të jemi të thjeshtë, të jemi të komunikueshëm. Ndërsa ndaj armiqve të mëson të ashpër. Allahu subhanahu wa ta'ala në vend Kur'an thotë: "Wala tusa'ir khaddaka lin-nas, wala tamshi fil ardi maraha." Mos e hiq fytyrën anash, ose mos mjano fytyrën kur flet me njerëzit. Mos mjano fytyrën kur flet me njerëzit me menimallsi e nënçmim. Kur flet me një dikë, ti drejtohesh atij. Dhe nuk lejohet që me heq fytyrën anash me menimallsi dhe për çmim për atë tjetrin. Dhe mos ec në tokë me menimallsi. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allahu lartësuar nuk e do çdo njeri murabet, çdo njeri menimadh dhe murabet. Profeti sallallahu alaihi wasallam na ka këshilluar që të jemi të thjeshtë. Ka thënë në hadith: "Tawada'u ibadallah, fa inna Allah awha ilayya an tawada'u hatta la yabghi ahadun ala ahadin wa la yafkhar ahadun ala ahad." Tregohuni të thjesht o rob të Allahut. Se Allahu lartësuar më ka frymëzuar, domethënë më ka urdhëruar që të jeni të thjesht, të mos tregojmë menimallsi askush kundër të tjerëve, të mos mburret askush para të tjerëve, dhe të mos i bëj padrejtësi askush një tjetrit. Mburrja dhe menimallsia, këto dy morale të këqija, vijnë nga menimallsia, që është e kundërta e thjeshtësisë. Nëse njeriu është menimall, atëherë mburret para të tjerëve. Mund të bëj padrejtësi të tjerëve, mund të dhunoj të tjerët, mund të shkel të drejtat e tyre. Gjithashtu, profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ma naqasat malun min sadaqa." Ma naqasat malun min sadaqa. Sadaqa nuk e pakson pasurinë. Wa ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Dhe Allahu lartuar ja shton krenarin njeriu që fal. Wa man tawadha'a lillahi rafa'ah. Kush tregohet i thjesht për hir të Allahut, Allahu e ngre.
Kush tregohet i thjesht për hir të Allahut, Allahu e ngre, Allahu i lartësuar e nderon atë. Kush tregohet i thjesht, ka për ta ngritur Allahu. Atë ka për ta nderuar Allahu subhanahu wa taala. Nga ana tjetër, mendimallësia është shumë e rëndë, shumë e rrezikshme. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka bërë të ditur në hadith se ai që ka qoftë edhe një grimç mendimallësie në zemër nuk ka për të hyrë në xhenet. Thot la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min al-kibr. Nuk do të hyjë në xhenet ai që ka qoftë edhe sa një grimç mendimallësie në zemër. فقال رجل يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam nuk do të hyjë në xhenet ai që ka qoftë edhe sa një grim, sa një milingon me një mallësi në zemër, sa një burr, o i dërguar i Allahut. Po kur burrit i pëlqen që rrobën ta ketë bukur dhe pucët o pingat ose sandalet i ketë bukura, a është me një mallësi kjo me këtë kuptim? Tha profeti sallallahu alaihi wasallam, Allahu është i bukur, Allahu është i bukur dhe ai e do bukurinë. Me një mallësi është refuzimi i vërtetës dhe përçmimi i njerëzve. Me një mallësi është refuzimi i vërtetës dhe përçmimi i njerëzve. Kjo është me një mallësi. Nëse njeriu refuzon vërtetën dhe përçmon njerëzit, ai ka mendimallësi. Kjo është shumë e keqe. Atëherë profeti në këtë hadith ka përkufizuar mendimallësinë, refuzimin e vërtetës dhe përçmimi i njerëzve, përbuzja e njerëzve. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka folur për dënimin e menimëdhëjve në ditën e gjykimit. Ka thënë yuhsharul mutakabbiruna yawm al-qiyamati amthal adh-dharri fi suwari ar-rijal yaghshahum al-dhullu min kulli makanin yusaquna ila sijnin fi jahannam yuqalu lahu bulas ta'luhum narul anyar. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam do të bëhen mendje mëdhejt në ditën e gjykimit në formën e sa milingonat e vogla, sa milingonat në formën e burrave. Pra do të kenë formën e burrave, por të vegjël sa milingonat. Edhe do të jenë të poshtruar. Do të bëhen në një burg në zjarrin e xhehenemit që quhet Bulas. Atje do të mbuloj, do t'i përfshi zjarri, edhe do t'u jepet për të pirë nga lëngjet që shpërthejnë nga trupat e banorëve të zjarrit të xhehenemit. Pra ka folur profeti sallallahu alaihi wasallam për poshtrimin e madh që do të zëj në mëdhej ditën e gjykimit. Ata e marrin veten lart në këtë botë, ditën e gjykimit Allahu i lartësuar ka për t'i poshtruar dhe do të çojnë në zjarrin e xhehenemit. Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka përmendur një hadith bainama rajulun yamshi fi hullatin murajjilun sha'ra tu'jibuhu nafsuhu إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة أي يغوص وينزل فيها. Ndërkohë që një burr ishte i veshur me i veshje të bukur, i krehur mirë, edhe po ecte me mendimallësi. Po ecte me mendimallësi, pëlqente vetja, që ishte vesh bukur dhe kishte paraqitje të bukur. Allahu lartësuar bëri që ta përpi toka. Edhe ky vazhdon të fundonte tokë deri në ditën e gjykimit. Pra Allahu i lartësuar i ka dhënë dënim shumë të rëndë. Dhe shkaku pse erdhi ky dënim i rëndë nga Allahu subhanahu wa taala është se ai vjen me një madh. Ai po ecën me mendimallësi në tokë. Allahu i lartësuar na ruajt. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka qenë shumë i thjeshtë. Ai kryente punë të shtëpisë. Ndodhte që profeti bënte punë të shtëpisë, çka treguar Aisha radhiyallahu anha. Profeti sallallahu alaihi wasallam mund të arnonte opingën e tij ose sandalen. Mund të mbilte baktin, mund të kryente punë të shtëpisë. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka hipur në kafshë, në gomar, dhe ka marrë njëri, shumë ka marrë Muadhin, mas tij, hipur në gomar. Profeti sallallahu alaihi wasallam vishej dhe thjesht, siç përmendur për hadithe. Ulej thjesht, ushqehej shumë thjesht. Mund të ndodhte që të vinte një skllave dhe merrte për dorë profetin. Dhe shkonte aty ku kishte hall. Profeti sallallahu alaihi wasallam përgëdhelte fëmijë, shkonte dhe bonte vizitë varfërve. Ulej me të varfrit. Rinte me banorët e Sufës, ata që ishin të strahuar në Sufë, një streh, ku ishin varfrit që s'kishin strehim, te xhamia e profetit sallallahu alaihi wasallam. Këto dhe shumë të tjera tregojnë thjeshtësinë e madhe të profetit tonë sallallahu alaihi wasallam. Profeti është ulur dhe është mbështetur ke një hasër, edhe fijet e hasrës kanë bërë gjurmë në trupin e tij, në anën e trupit të profetit sallallahu alaihi wasallam. Kur ka hyrë në Mekë, në ditën e shërimit të Mekës, ka hyrë domethënë me kokën ulur, hipur në deve me kokën ulur, gati sa
nokulla e tij, gati se nuk po prekte, domethënë atë samarin e deves apo ndonjë pjesë të samarit deves me nokullën e tij sallallahu alaihi wasallam. Dhe shokët e profetit ishin njerëz të thjeshtë. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu silsillet në një transmetim të saktë. Është athar sahih. Ma Abu Ubaida ibn Jarrah kur po shkonte në Beitul Maqdis në Sham. Umar ishte hipur në deve. Mi po arrin ke një ujë, një pellguj ose një prua ose një lum, do e kaloni ujë. Dhe Omer radhiyallahu anhu zbriti nga deveja, i hoqi opingat, i hoqi sandalet, i vuri në supë, e kapi devejën për kapistra dhe hyri në ujë. E ka më zbath. I tha Abu Ubaida radhiyallahu anhu, i tha, oj pari muslimanëve, o prisi muslimanëve, ishte koha Umar ibn Khattabit. Umar ibn Khattab ishte prisi muslimanëve, khalifetu el-khalife, emirul mu'minin, prisi muslimanëve. O prisi muslimanëve, unë nuk dëshiroj që banorët e këtij qyteti, e këtij fshati të shohin ty kështu. Umar radhiyallahu anhu tha, po ti kishe thonë këto fjalë një tjetër, do e kisha edukuar që të bëhem mësim për tjerët, bëhem mësim për muslimanët. Nahnu kunna adalla qawmin, ne kemi qenë njerëzit më të poshtruar. Fa azzana Allahu bi hadha ad-din, wa mahma talabna al-izza bi ghayrihi adallana Allah. Ne kemi qenë njerëz më të poshtruar. Allahu na ngriti me këtë fe. Nëse ne do të kërkojmë të ngrihemi me diçka tjetër, na poshtron Allahu subhanahu wa ta'ala. Për shikoni se ai thjesht ka qenë Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Pyestaj se çfarë do thonë historianët e librit, sepse sa kishte hyrë Islami në Palestinë, sa ishte shiruar Palestina. Dhe shumë banorë të Palestinës ishin krishterë. Ata kanë pranuar Islamin pak a pak. Muslimanët dëshiruan Palestinën, por nuk kërkuan nga njerëzit më fortë që ndryshojnë fenë. Bën marrëveshje me ta dhe njerëzit do kishin mundësi pastaj që të pranonin Islamin, por nuk detyroheshin të pranonin Islamin. Dhe Abu Ubaida radhiyallahu anhu kërkonte që Umar radhiyallahu anhu kur të hynte në këtë vend, mos hynte zbath, por Umar radhiyallahu anhu kishte bëjë pjesë. Ne na ka ngritur Allahu me këtë fe, nëse ne kërkojmë të ngrihemi diçka tjetër, na poshtron Allahu subhanahu wa ta'ala. Këtë çështje duhet ta dinë mirë muslimanët. Ne na ka ngritur Allahu i lartësuar me këtë fe. Nëse ne do kërkojmë të ngrihemi diçka tjetër, na poshtron Allahu subhanahu wa ta'ala. Nëse ne kërkojmë të ngrihemi diçka tjetër, na poshtron Allahu subhanahu wa ta'ala. Kjo nuk do thotë që muslimanët nuk do të bëjnë sebebet për të ngritur, por sebebet do t'i bëjmë në përputhje me fenë e Zotit, sipas ligjeve të fesë. Dhe Allahu i lartësuar do ta ngrej kur të ecim rrugën e tij, kur muslimanët të ecin rrugën e Zotit, kur të kapen për fenë, kur zbatojnë rregullat e fesë, të kryejnë detyra, të ruhen nga gjunahet, të kërkojnë të ngrihen me fenë, edhe jo me gjëra të kësaj bote, me bukurinë, me paraqitjen, me artin, me njohuritë e kësaj bote, me punë të kësaj bote, me kombëtarizma, me nacionalizma, me thirrje fisnore e tjerë. Ngrihen me gjëra të tilla muslimanët. Edhe pse veprimi i shkaqeve, përfshihet shkaqet e kësaj bote, shkaqet e lishme, është kërkesë për të ngritur muslimanët. Por shkaqet plotësohen në përputhje me ligjet e Zotit dhe jo në kundërshtim me ligjet e Allahut të lartësuar. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu sikur se sillet në një transmetim, po fliste me ose më saktë Abdullah ibn Umar, biri i Umerit. Abdullah ibn Umar takohet me Amr ibn As radhiyallahu anhu pranë Ka'bes në Marwa. Takohet me Abdullah ibn Amr ibn As. Abdullah ibn Umar dhe Abdullah ibn Amr ibn As. Dhe fillon me bisedu. Largohet, ikën Abdullah ibn Amr dhe fillon Abdullah ibn Umar duke qarë. Dhe pyetën pse po qarë? Tha, tregoi më përpara Abdullah ibn Amr ibn As, profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men kana fi qalbihi mithqalu dharratin min al-kibri, kabbahu Allahu ala wajhihi fi an-nar." Kush ka në zemër qoftë edhe sa një milingon e vogël me një mallësi, qoftë edhe një grim me një mallësi, Allahu e hedh me fytyrë në zjarrin e xhenemit. Kur ngjoj këtë hadith, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu i hyri frika. Dhe nga frika prej Allahut subhanahu wa taala filloi të qante. Sillet një transmetim të saktë se Abdullah ibn Salam ka qenë një nga dietarët e xifutëve. Erdhi profeti në Medinë, shikon profetin, edhe e dalloi në fytyrë që ishte një i çiltër, i drejtë. I bëri ca pyetje edhe pranoi Islamin. Nga dietarët e xifutëve që pranoi Islamin. Edhe Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu
është ngarkuar me drum dhe ka hyrë në treg. Është ngarkuar me drum, një barë me drum dhe ka hyrë në treg. I thënë, pse e bën këtë punë? Ti s'ke nevojë me bajt drum dhe me shit drum. Tha, duaj që të mposh nefsin dhe të pastroj veten nga minimalësia. Në këtë kuptimi ka thënë fjalët. Sepse profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nuk hyn në xhenet ai që ka qoftë edhe sa një milingon e vogël, sa një grim minimalësi në zemër. Pra bën edhe ca punë për treguar thjeshtësi. Që njeriu duhet ta mësoj veten, për shembull, shërben shokëve. Mos më majt veten më lart që unë nuk shërbej, po më shërbejnë tjerët. Unë nuk ndihmoj, po duhet që tjerët ndihmojnë mua. Unë nuk shkoj ke tjerë, po duhet që ata të vinë tek unë. Jo, duhet me qenë thjesht, me shërby, me u shoqëruar me shokët, me kry ndonjë punë familje, me u shoqëruar me njerëz të varfër, me ul me njerëzit e varfër, me përkëdhel jetimin. Nëse do që të zbutet zemra, ka thënë profeti në një hadith, dhe që të arrish nevojën, të plotësohet halli nevoja, ka thënë mëshiroje jetimin. Dhe përkëdhele, prekja kokën. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ka thënë, تعلموا هذا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم. Mësoni diturin, mësoni edhe qetësinë edhe maturinë e pjekurinë, njerësh me diturin. وتواضعوا لمن تعلمون منه ولمن تعلمون. Tregohuni të thjesht me njeriu për cilët po mësoni dituri. Dhe tregohuni të thjesht dhe me atë që i mësoni dituri. Pra mësuesi të tregohet i thjesht me nxënësin. Edhe nxënësi të tregohet i thjesht me mësuesin. Wala takunu jababirat al-ulama. Dhe mos u bani të ditur arrogant, me një mëdhej. Nuk i shkon të diturit që të jetë arrogant, të jetë me një madh. Ka thënë Fudhayl ibn Iyad, ka thënë inna Allaha yuhibbu al-alim al-mutawadhi' wa yakrahu al-alim al-jabbar al-mutakabbir. Allahu lartuar e do dietarin e thjesht dhe ai e urren dietarin me një madh dhe arrogant. Wa man tawadha'a warathahu Allahu al-ilma wal-hikma. Kush tregohet i thjesht, Allahu lartuar do t'i jap mençuri, urtësi, dituri. Mesruku përmendet se Mesruku ka thënë, Mesruku ka qenë tabi'in. Ka thënë, kafa bil mar'i ilman an yakhsha Allah. Do t'i mjaftonte njeriu si dituri që të ketë frikë Allahut subhanahu wa ta'ala. Wa kafa bihi jahlan an yu'jaba bi nafsi. Dhe do t'i mjaftonte njeriu si pa dituri që t'i pëlqente vetja. Tregoj me një madh. T'i pëlqente vetja, t'i duket vetja më e mirë se të tjerët. Kjo mjafton si pa dituri. I dituri ka frikë Allahut, është i thjeshtë. Ndërsa ai që shet mend, ai që e man veten më mirë se të tjerët, më i mençur se të tjerët, ai është i pa ditur. Ka thënë Mujahid rahimahullahu ta'ala, la yata'allamu al-ilma mustakbir wala mustahi. Dy vet nuk marrin dituri. Me një madhi dhe ai që ka tur. Kush ka tur nuk pyet, nuk i intereson me dituri. Gjithashtu edhe me një madhi nuk merr dituri, se ma veten lartë. Kështu që nuk duhet na vjen zor me mësu dituri, me pyet për çështjet e diturisë. Dhe gjithashtu nuk duhet të ngurojmë, nuk duhet shesim mend. Zot tregojmë me një madhësi për të ulë para njerëzve të ditur, për mësuar për tyre. Ai sa kanë thënë, nuk bëhet njeriu i ditur derisa të mësoj. Prej atij që është më i ditur dhe prej atij që është nën vete. Pra me mësu prej atij që është më i ditur, me mësu dhe prej atij që është ka më pak dituri se ti. Ndonjë çështje mund ta mësosh edhe prej atij që ka më pak dituri. Prandaj shohim që dietarët transmetues të haditheve kanë sjellë hadithe nga shejkhut e tyre. Kanë sjell hadithe edhe nga transmetuesit e tyre. Shejhu mëson nga nxënësi dhe transmeton hadithe edhe nga nxënësi. Kështu mësonin veten. Ti më qenë thjesht, mos më majt njeriu veten lart. Me marr dituri, përfituar për kujdo që mund të përfitosh për ti dituri. Respekti për dietarin, për hoxhën dhe për mësuesin. Nxënësi, kërkuesi i diturisë, duhet sillet mirë me dietarin, me hoxhën, me mësuesin. Duhet kujdes, nëse lëndojt, mos e mundoj, mos sillet keq me ta. Allahu subhanahu wa ta'ala i ka lavdruar në Kur'an ata që respektojnë simbolet e fesë. Thotë o men yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Kush respekton shenjat, simbolet, çështjet e fesë, kjo vjen nga devocioni i zemrës, nga taqwaja e zemrës. Një nga çështjet që Allahu subhanahu dhe sha'airud din, simbolet, normat, shenjat e fesë, janë gjithçka që Allahu subhanahu wa ta'ala
ka folur për mirësinë e saj, për vlerën e saj, për gradën e saj. Dhe padyshim që ka argumente që flasin për gradën e dietarëve, për pozitën e dietarëve, për mirësinë që kanë dietarët në dunjë dhe në ahiret. Kur folën për mbi mirësinë e kërkimit diturisë, mbi gradën e dietarëve, në njerëzve dijes, ja shpjegimit të argumenteve që ka sjellë autori në Kitabul Ilm, kapitullin e diturisë, përmendëm mjaft gjëra të tilla. Përderisa Allahu i lartësuar ka folur për gradën e dietarëve, mirësinë e dietarëve, atëherë një nga çështjet që ne duhet i respektojmë është pozita e dietarët, me respektu dietarët, se respektu dietarët vjen nga respekti për simbolet e fesë, për çështjet që Allahu subhanahu wa taala ka këshilluar që të respektohen dhe nderohen, se dietarët janë trashëgimtarët e profetëve. Ata na sjellin neve dijen e profecisë, prandaj duhet sillemi mirë me ta, duhet jemi të edukuar me ta, duhet i respektojmë ata, duhet i nderojmë ata. Allahu subhanahu wa taala na ka ndaluar në Kur'an, ka ndaluar në Kur'an muslimanëve që të ngrejnë zërin mbi zërin e profetit, apo të dërguar e Allahut. Ja ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi, o besimtarë, mos e ngrini zërin mbi zërin e profetit. Wala tajharu lahu bilqawli ka jahri ba'dikum li ba'dhin. Dhe mos i thirrni atij me zë siç thirrni njëri tjetrin. Përkundrazi, me i thirr profetit me edukat. Jo me i thirr me zë siç thrasin njerëzit zakonisht njëri tjetrin. An tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Sepse mungesa e respektit për profetin ose lëndimi i profetit mund bëhet shkak që të azhësohen, të zhvlerësohen veprat tuaja pa ndier diçka të tillë. Innal ladhina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum lit-taqwa. Lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Vërtet ata që ulin zërat e tyre pranë të dërguarit të Allahut janë njerëzit që Allahu i ka provuar zemrat e tyre, ka pastruar zemrat e tyre dhe i ka bërë zemrat e tyre të devotshme. Këta i fal Allahu dhe u jep shpërblim të madh. Allahu subhanahu wa taala në këto ajete ka folur për edukatën me profetin, me komuniku me edukat me profetin, me i thirr me edukat profetit, mos me lënduar profetin sallallahu alaihi wasallam, me ul zërin kur sahabët do të flisin me profetin sallallahu alaihi wasallam, dhe ka përmendur se kjo edukat i bën të denj që t'i fal Allahu. Por kjo është një nga sebepet, kuptohet, që t'i falë Allahu dhe të jap shpërblim të madh. Duke qenë se dietarët janë trashëgimtarët e profetëve, ne duhet kemi edukat edhe me trashëgimtarët e profetëve, edhe me ata që përcjellin dijen e profecisë. Allahu na ka urdhëruar në Kur'an, na ka këshilluar që të jemi të edukuar me profetin, që muslimanët të flisin me edukat me profetin, silleshin mirë me profetin. Atëherë edhe me dietarët që janë trashëgimtarët e profetëve që janë përcjellësit e dijes së profecisë, duhet sillen me edukat. Sillen me edukat sepse janë trashëguesit e profetëve. Kështu që nga këshillat që Allahu i lartësuar ka dhënë për të sjellë mirë me profetin, për të komunikuar me edukat me profetin, ne mësojmë se edhe me trashëguesit e profetëve që janë dietarët, ne duhet të sjellim me edukat, sepse ata na përcjellin dijen e profecisë. Dhe me zgjidhjet e dietarëve këndohen ajete e Kuranit, tregohen hadithe të profetit, i jepen mësime që dalin nga ajete e Kuranit dhe hadithe të profetit sallallahu alaihi wasallam. Si respekt për dijen që kanë dietarët, për dijen që përcjellin dietarët, ne duhet të komunikojmë mirë me ta. Duhet të sjellim me edukat. Ne duhet të bëjmë kujdes dhe të mos i mundojmë e të mos i lëndojmë ata. Lëndimi i dietarëve është shumë i rëndë. Kush mundon një evlija të Allahut të lartësuar, një mik, një dashur të Allahut, ai është në luftë me Allahun. Allahu i lartësuar thotë: "Men aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb." Këtë fjalë Allahu i lartësuar ka thënë në hadith qudsi. Kush mundon, kush armiqson një mik të timin, ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, ka thënë Allahu i lartësuar, se ka sjellë profeti nga Allahu, është fjalë Allahut, është hadith qudsi, fjalë hyjnore. Kush armiqson, kush mundon një mik timin, një evlija të Allahu i lartësuar, unë e kam paralajmëruar për luftë. Përmendet se Imam Shafiu dhe Imam Ebu Hanifja, Allahu më shëroft, kanë thënë, në qoftë se
nuk do jenë dietarët e vlijat të Allahut, të dashur të Allahut, atëherë unë nuk e di se kush janë e vlijat. Kështu që duhet me bë kujdes, mos me shoh dietarët, mos me fol kundër dietarëve, mos me ul figurën e dietarëve, mos me përgoju dietarët, mos me shpif kundër tyre, me i respektu, me i nderu, sepse ata janë vlijat të Allahut dhe ne duhet që t'i nderojmë, t'i respektojmë vlijat të Allahut. Po kuptohet në mënyrë të lishme. Duke tepruar, duke bërë gjëra që nuk janë të lishme apo nuk janë të lishme. Po flasim për teprimet që bëjnë sektet e sufismit dhe shiizmit. Në njëri prej tyre për shembull i përulet në ruku apo në sejdë shejhut ose ja puth këmbët, apo pretendon se shejhu ja shef zemrën. Këto janë teprime. Allahu na ruaj. Por domethënë me tregu respekt. Shokët e profetit respektonin profetin. Tabiinët respektonin shokët e profetit. Që me respektu dietarët, hoxhallarët, ata që janë mësuar mirë fesë, me komunikuar but me ta, mos të treguar të thjesht, mos me i lëndu, mos me i mundu. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an: "Walladhina yu'dhuna al-mu'minina wal-mu'minati bighayri ma iktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina." Ata që lëndojnë besimtarët dhe besimtarët për diçka që nuk e kanë bërë, duke veshur diçka që s'e kanë bërë, duke shpifur ndaj tyre. Faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Këta kanë bërë një shpifje dhe kanë konsumuar një gjunah shumë të qartë. Prandaj duhet bëjmë kujdes, mos i lëndojmë, mos i mundojmë dietarët, thirrësit në Islam, ata që përhapin dijen e Kuranit dhe të Sunetit, kundrazi të respektojmë dhe të nderojmë. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith: "Inna min ijlalillahi ikramu dhi shaybati al-muslim wa hamil al-Qur'ani ghayri al-ghali wala al-jafi anhu wa ikramu as-sultan al-muqsit." Ke madhërimi i Allahut dhe nderimi i Allahut hyn edhe respekti për muslimanin e moshuar, respekti për muslimanin e moshuar, për bardhësin e Kuranit, që nuk e tepron as nuk neglizhon. Bardhësi i Kuranit, hafuzi i Kuranit, që njeh Kuranin, njeh kuptimin e Kuranit, edhe zbaton. Pra me respektu bardhësin e Kuranit, hafuzin e Kuranit që e kupton Kuranin, dhe nuk e tepron në mënyrë e këndimit, ose nuk e tepron, nuk i tegalon kufit, duke bërë shpjegime apo interpretime të këqija, dhe që nuk e le pas dorë librin e Zotit. Kundrazi e kupton Kuranin, e këndon Kuranin dhe përpiqet të zbatojë Kuranin. Pastaj thot profeti sallallahu alaihi wasallam, dhe nderimi i mbretit të drejtë. Atëherë ke madhërimi i Allahut, hyn edhe respekti për muslimanin e moshuar, respekti për bardhësin e Kuranit që nuk e tepron dhe nuk neglizhon e nuk e le librin e Allahut pas dore, dhe respekti për mbretin e drejtë. Gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Laysa minna man lam yarham saghirana wa yujilla kabirana wa ya'rifa li'alimina haqqah." Nuk është prej nesh ai që nuk e mëshiron të voglin, që nuk respekton të madhin dhe që nuk njeh të drejtën e dietarit. Lutë Allahu subhanahu wa ta'ala na e bëjë të dobishme këto që u shpjegova. Allahu shpëlbet të mira, alhamdulillahi rabbil alamin.